Miq, ju përshëndes. Jemi në qendër të krye metropolit të Europës. Dhe ajo që më habit dhe pyetja ime për ju është çfarë po ndodh në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë. Shohim rrugët pothuajse të boshatisura, shumë pak jetë ka. Ja, nuk ka shumë lëvizje, qarkullim makinash dhe njerëzish, shumë pak pothuajse është braktisur. Do thoni ju pas zgjedhjeve të 2025 dhe fitores bindshëm me aq mandate sa fitoi pushtetin kryesultani jon Edi Rama, që ja mor shat ligat vetëm lëvdata ta kemi me jetë gjatë, edhe pse ne mërzitemi shumë që aty po i ikin vitet, po shkom do t'japim gjithë nga jeta jon, uratat tona, t'japim vetëm më të mirën për atë njeri që mendon vetëm për mirë për shqiptarët, që të largohen nga Shqipëria për të parë një jetë akoma më të mirë në vendet e Europës. Por ajo se çka po ndodh këto ditë që është pezulluar pothuajse gjithë jeta normale e këtyre frymorëve që jetojnë në Shqipëri, kryesisht ku është orientuar dhe vetë jeta e shqiptarëve në Tiranë, dhe gjithë jeta pra është në një moment që ka ndalur dhe nuk intereson kujt pse ka ndalë jeta e çdo shqiptari që ndodhet tashmë në Shqipëri. Për shkak se këto ditë, pra që nga sot, është pezulluar qarkullimi i frymorëve, i njerëzve, për shkak se do të bëhet një takim madhështor, do të jetë samiti i Europës me datë 16, do të jetë nesër dhe pothuajse gjithë qendra sheshi i Tiranës është bllokuar, është rrethuar dhe ndodhemi në një shtet rrethim. Për shkak se atje te kjo godina këtu, ata zmadhojnë pak. Te kjo godina e ndërtuar, ky instalacioni pra direkt pas bustit të sheshit Skënderbej, te Skënderbeut herojt kombëtar, do të ndodhen ata njerëzit që komandojnë Shtetet e Bashkuara të Europës, aty ku do të jetë edhe Shqipëria, pas disa vitesh, në 2030 e kam premtuar dhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, që shqiptarët do të jenë në Europë dhe Shqipëria do të jetë në Europë, dhe ne jemi shumë të lumtur që presin këto njerëz që drejtojnë këto Shtetet e Bashkuara të Europës, dhe me gjendjen ku ndodhet sot Europa, këto shtetet dhe këto kryetarët e këtyre shteteve, këto presidentat dhe kryeministrat, njerëzit që drejtojnë këto vende, që kanë arritur në majat e suksesit ekonomik, dhe shqiptarët dhe Shqipëria, politikat që kanë ndërmarrë dhe ne kemi vlerësuar me votë, siç e vlerësuam dhe këtë herë që mori qeverisjen dhe pushtetin kryeministri i Shqipërisë për herë të katërt, mandatin e tij të katërt futet në vitet 16, pra në vitet e tij 13, 14, 15, 16, ikin vitet kaq shpejt dhe ne nuk arrin dot që ta shijojmë këtë mirëqendje, për shkak se jemi dehur nga kjo gjë që ne nuk e kemi parë asnjëherë. Dhe ne shqiptarët jemi kaq shumë mosmirnjosa që i dham kaq pak mandate atij njeriu. Ne do t'i kishim dhënë 100%, ai do të kishte 140 mandate, t'i kishte në parlament dhe të vendosnin të gjithë ata për ne. Ata e dinë më mirë se sa ne se çfarë është më e mira për ne. Më mirë se Edi Rama dhe ata njerëz që punojnë për Edi Ramën, e dinë më mirë se sa ne, se çfarë na duhet ne në familjet, në tryezat shqiptare, çfarë i mungon shqiptarëve. Pra e dinë më mirë se sa ne se çka është realisht problemi në xhepat tanë, në familjet tona, në pamundësitë që kemi ne. Nuk do të ekzistojnë më këto gjëra, do ta shohim jetën shumë pozitivisht, me energji shumë pozitive dhe do të shpërndajmë energji shumë mirë për njëri tjetrin. Zotërisht jeni të realitetin, jemi në shtet rrethim për shkak se do të ndodhi një takim shumë madhështor për atë se çka ka përbetuar dhe ka premtuar dhe kryeministri për herë të katërt që zgjedh dhe Edi Rama, Shqipëria në Europë 2030. Si e ndjen veten? Çfarë emocionesh? Qa mu të nëjë s'ka më dhe për e kështu zborë nuk plot më rruga, po se dhe kur vjen e kemi hallet tona për me kalu. Po kujt po intereso për hallet tuaja? Hallet tona nuk i din ti, hallet tuaja nuk i din ti, din Edi Rama, i din këta njerëz që të mblidhen aty që do të flasin për hallet tuaja. Nuk do kemi më halle, kjo është ajo. Se kemi më halle? Jo. Halle sa dush kemi, mos më janë 60 vjeç vetëm në halle, probleme kam që edhe jam. Po ç'a problemi të prish kjo për shkak? Ç'a shqetësime është kjo? Po penalizon le të themi në jetën tënde të përditshme në me mor hak,
Duhet të çikësh më shumë se mendoj edhe për familjarët, për njerëzit, pastaj mbrapa mendoj gjëra të tjera. Se ka sa dush. Te takimin e këtyre krerëve të Europës që vinë këtu në Shqipëri, kjo është diçka shumë madhështore, s'ka ndodhur më herë për ne shqiptarët. Edhe këtë s'po kuptoj pse kanë ardhur shumë njerëz. Po për çfarë kanë ardhur? Për çfarë të vinë ata këtu? Po kanë ardhur se kanë ulur, kanë ulur kursin e Eros. Edhe vinë tash këtu. Do flasim për ne këtu, për problemet që kemi ne. Ti ke ndonjë problem që ndoshta mund t'ja parashtrojmë, t'ja japim, t'ja çojmë di sultanit tonë, t'i themi që ore kemi këto shqetësime, këto gjërat. Shqetësimes ka sa dush të vllajin të zoti inshallah. Apo shqetësimes të tjerë të smajnë. Te vetë për mojën e shtetit. Po çona, mos u fusin aty. Te vetë për mojën e shtetit. Mos u fusin në shtet rrethim aty. Do vinë ato kokat e shteteve europiane. Te për mojën e një ujë si shtet. Po të huj për prandaj kanë ardhur. Si shtet ta marrin të huj. Ta marrin më mirë ashtu, më mirë. Ora si të pyeta për këtë që ndodhi tani me këto votimet, me zgjedhjet, zgjedhja e Dirama si kryeminist për herë të parë në Shqipëri. Si e sheh këtë? Si e sheh jetën mes? Si ai është një shërburi, ose mori deri. Ose mori. I lumtur, i lumtur. Nona më për këtë gjona, atë Allah dhe ka se i tha votën dha, është ime dha kote keni dha. Unë të po duhet le tha. Normal ta mori vetë gjithë. Unë po duhet le tha, po duam dha. Po nuk duam nuk e le. Po ai thjesht nuk don. Por edhe po ta lej ai nuk e lem ne. Si kjo është jena mësuar. Vaturizoj. Respekt ti je mirë dha, ti je mirë. Kjo është situata, prandaj duhet ta shihni shumë pozitivisht atë se çka po ndodh në Shqipëri me ne shqiptarët. Duhet jemi shumë të lumtur, ëh. Do të jemi shumë të lumtur me këtë sa bukur sa panorame, ëh. Kaq e bukur. Shi do t'ju përshëndes pak edhe me këtë panoramë tjetër që shohim përballë. Shive sa bukur. Spektakël, shive sa bukur. Duket Tirana, duket shumë bukur Tirana tani që nuk kemi. Nuk ka frymor, çfarë doni njerëzit, largoni njerëzit, largoni tikin, shohin gjëra të tjera, më. Çfarë doni këtu? Çfarë doni Shqipërinë, çfarë doni Tiranën, sa bukur që është bën, ha? Shive, gjithë ky vend pa mendoni është vetëm prej Tiranës dhe ato kokat që të vinë këtu, ato 47 kokat e shteteve të bashkuara të Europës, që edhe vetë Europa është në pikpyetje, ajo është e bashkuar apo jo, me trazierët, problemet politike, ekonomike dhe shumë probleme tjera që ndoshta ne nuk i kuptojmë. Se çfarë do ndodhe aty brenda? Shumë bukur, shive ura. Kjo ura tabakve. Perë me kryeveprë. Kjo ka lidhje domethënë një tjetër, gjithë këto qorsokake, këto rrugicat, këto ngushticat janë ata që është përballur Shqipëria, shqiptarët dhe politikanët shqiptarë për të arritur në Europë. Dhe mënyrë, dhe formash, vetëm që të futen dhe të jenë pjesë e shteteve të bashkuara të Europës. Për fatin tonë të keq jemi për të bërë pjesë, nëse do bëhemi, siç e ka thënë ai në 2030 që e premton, do jemi në momentin më kritik që është Europa sot. Europa është në momentin e saj më kritik dhe ne shqiptarët do të bëhemi pjesë e Europës. Nuk e di për çfarë, ndoshta ne nga që mund të jemi ai populli, ai vendi që ka njerëz që ka shpresë gjithë bota që të japë zgjidhje gjithë këtyre problemeve që kanë. Imagjino vetë Edi Rama mund konsiderohet si një lider ndërkombëtar. Edhe këta 47 veta të fuqishëm të këtyre shteteve do vinë këtu, do të konsultohen me Edi Ramën, për problemet që kanë, për problemet që ka Europa. Dhe Edi Rama do të jetë ai që do të japi zgjidhje problemeve të Europës, dhe më pas do të fusi edhe Shqipërinë, edhe ne shqiptarë. Pa mendoni se sa shumë mendon ky njeri për ne. Ja dhe me shoqet tona. Hello. Ja. Këto do votojnë nesër në Shqipëri. Do ta keni mirë me këtë se nesër do votojnë, do jemi pjesë e Shqipërisë, do të votojnë, do të vendosin për ne, se shqiptarët sot vendosin në shtetet e Europës. Jemi mirë, më mirë sa më s'ka, por e keqja është që
ku janë këto zëherë, këto helme që i hedhin kundër Edi Ramës. Këto maskaret që flasin keq për Edi Ramën. Nuk ka më. Edi Rama është më i miri që mendon vetëm për të mirën e këtij vendi dhe për të mirën e çdo individi shqiptar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në diasporë, dhe diaspora tregoj atë si çka duhet të tregojmë edhe ne shqiptarët e tjerë që s'kemi votuar për Edi Ramën. Duhet të tregojmë edhe ne, pra, duhet të jemi ata që duhet t'i hapim syt vetes, të hapim atë bot kuptimin tonë, nuk të jemi aq të cegët dhe të mendojmë që Edi Rama po i bën keq këtij vendi. Mendojeni pak më ndryshe, mendojeni, realisht mendojeni se kjo gjë do ndikojë shumë më mirë në ne shqiptarët. Zotëri, si jeni? A jeni lumtur që po? Nuk është mirë. Pra, këta njerëz do të ndryshojnë, do të mendojnë pak më ndryshe, ata që thonë si mirë, qoftë edhe vetë ata personalisht, por edhe në tërësi, që thonë që nuk është mirë Shqipëria, do të ushqejnë ndryshe dhe ta mendojnë Edi Ramën që ai është ideali dhe nuk ka tjetër, nuk ka formullë tjetër, nuk ka rrugë tjetër. Nuk ka rrugë tjetër. Mos mbeni flasi bim për sëritje dhe nuk e di, kam shumë pikpyetje me veten, shihni sa bukur është. Kërcet edhe pashe me pilaf atje. Bojka? Janë mboshatis rrugët gjitha rrugët janë mboshatis. Nuk e di ku kanë shku shqiptarët, Edhe thonë pastaj që ne jemi popull i pabindur. Ka popull me edukat, me kulturë, bindshëm, sjellshëm, që jemi ne shqiptarët. Nuk ekziston, nuk ka një popull kaq i përzgjedhur se sa shqiptarët dhe e tregojnë më së miri, e ka treguar më së miri. Miq, ju përshëndes. Uroj ashtu si unë që po marr guximin ta shoh çfarë do lloj gjëje ta shoh me këndvështrim tjetër. Po ju them edhe ju, po ja sugjeroj, po ju paralajmëroj ashtu siç kam sugjeruar vetes, kam paralajmëruar veten që çdo gjë do ta shohim me një lloj këndvështrimi tjetër. Duhet mendojmë pozitivisht gjithsesi çka po ndodh. Deri dje ja kemi fut kot me helmin që kemi marr dhe ta shohim si shpëtim. Jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të Europës. Imagjino se sa mirë do i bëjmë botës mirë. Me këtë që po bëjmë, me zgjedhjen që bëjmë me Edi Ramën në krye, me liderin ndërkombëtar tashmë, jo vetëm Shqipërisë. Gjithë bota po vjen të këshillohet këtu në Shqipëri për të marrë sugjerimet, këshillat dhe kritikat e duhura për ta çuar botën në një nivel tjetër. Ja njohim meritat.